Ajo që ka ndodhur dje në plazhin e Dajlanit në Vlorë është dhunë. Dhunë e egër, si e tillë krim, madje krim penal. Patjetër e vlerësoi aktin e drejtorit përgjithshëm policisë shtetit që ka pezulluar nga detyra drejtorin e policisë Vlorës, por nuk mjafton. Drejtori i policisë Vlorës nuk ka gabuar një informacion. Drejtori i policisë Vlorës ka tentuar të fshehë një fakt penal. Rrëmbimin e një personi nga persona të tjerë atje, pra një protestuesi nga persona të tjerë, në sy të policisë, në krah të policisë, tërheqjen zvar, dhunimin, goditjen dhe dërgimin diku atje më tan. Ky është krim dhe është krim penal. Në plazhin e Dajlanit ishte njoftuar policia për një tubim, protest të banorëve, të mjedisorëve, të organizatave që i kanë mbledhur ata atje. Në momentin që ka një njoftim të tillë, policia është në vendin e ngjarjes për të garantuar protestën. Ka ndodhur një gjë më e rëndë, policia ka pranuar që në atë vendngjarje të ketë njerëz me maska, pas një shenjë dalluese, individualizuese dhe mbajtëse përgjegjësie pastaj. Se kështu shkon, kush ke ligjin mban përgjegjësi. Policia jo vetëm që s'ka garantuar tubimin, por ka bërë se hir, kur këta njerëz që i ka lejuar vetë në vendngjarje, kanë dhunuar protestues. E drejta protestës në këtë vend është e drejtë e fituar që nga viti 1990 dhe policia është garantuese e kësaj të drejte. Mi ujkenefeve do vi këtu. Nga librazh ishte mi ujkenefeve. Dora bë. Ora të vi. Celina Baluku që ka vjedhur miliarda para. Po çfarë ati më vjen keq edhe? Era duhet shko pra, ajeti personi, ajeti përgjejt, shko ka me pra koti, gangsterët, unë janë gangsterë me në gjuajt ne, no, uniforma, pagueni nga ne, ju ata.